Kanali kullues që kalon nëpër fshatin Trush dhe që shtrihet nga ura Xholulit deri në fshatin Asht me një gjatësi prej rreth 10.7 kilometrash, po i nënshtrohet një procesi pastrimi pas shumë vitesh neglizhencë. Kjo ndërhyrje e rëndësishme për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve kulluese, po realizohet në fshatin Trush, pjesë e njësisë administrative Bërdic. Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Bordin e Kullimit ka ndërmarrë aksionin për pastrimin e kanalit kryesor të kësaj zone, një infrastrukturë jetike për kullimin e ujrave dhe mbrojtjen e tokave bujqësore. Sipas banorëve të zonës, prej më shumë se 2 dekadash nuk ishte kryer asnjë ndërhyrje për mirëmbajtjen apo pastrimin e këtij kanali. Për një periudhë të gjatë kohore, ai kishte mbetur i bllokuar nga mbeturina të shumta, duke përfshirë shishe plastike inerte të ndryshme dhe bimësi të dendur që pengonin rrjedhën normale të ujit. Kishte më shumë se 2 dekada pa u pastruar, por është ndërhyr tashmë pas shumë kohësh nga Bordi i Kullimit në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës. Bëhet fjalë për kanalin kullues në fshatin Trush, i cili ishte kthyer në një kolektor të madh mbetjesh. Mjetet e Bordit të Kullimit kanë ndërhyr duke pastruar një pjesë të madhe të këtij kanali, ndërkohë që puna për pastrimin e tij po vjen ende. Si pasojë e mungesës së mirëmbajtjes, kanali ishte kthyer në një kolektor të madh mbetjesh, duke rrezikuar jo vetëm përmbytje të mundshme, por edhe ndotje të mjedisit përreth. Ndërhyrja e fundit pritet të përmirësojë ndjeshëm situatën duke rikthyer funksionin e tij dhe duke ndikuar pozitivisht në jetën dhe aktivitetin bujqësor të banorëve të zonës.